Këngëtarja e njohur Fjolla Morina ka reaguar për herë të parë publikisht pas largimit të saj të papritur dhe shumë të komentuar nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova edicioni i 4. Një vendim që tronditi dinamikën e lojës dhe shkaktoi diskutime të shumta në publik, media dhe rrjetet sociale. Fjolla dha dorëheqje nga spektakli të hënën, duke vendosur t'i jap fund rrugtimit të saj në këtë format, pas disa situatave të tensionuara të krijuara brenda shtëpisë. Sipas deklarimeve të saj, arsyeja kryesore e largimit lidhej me presionin e madh psikologjik që kishte ndier gjatë qëndrimit në shtëpi, veçanërisht në raport me disa prej banorëve, çka e kishte bërë të ndihej e pambrojtur emocionalisht dhe e lodhur mendërisht. Ky vendim i saj u prit me reagime të ndryshme, ku një pjesë e publikut e mirëkuptoi zgjedhjen, ndërsa të tjerë komentuan si të papritur dhe të fortë për një garë të tillë. Pas largimit nga shtëpia dhe pas zhurmës së madhe mediatike që u krijua në ditët pasuese, Fjolla Morina zgjodhi të qëndrojë në heshtje për një periudhë të shkurtër, duke mos dhënë asnjë reagim publik. Megjithatë, pas insistimit të vazhdueshëm të ndjekësve dhe interesit të lartë të opinionit publik, ajo vendosi të thyej heshtjen përmes një reagimi të veçantë në Instastory. Këngëtarja publikoi një fotografi të pazakontë, provokuese dhe ironike, ku shfaqet në tualetin e meshkujve, duke improvizuar sikur po urinonte. Ky veprim u pa nga shumë ndjekës si një formë simbolike rebelimi dhe një mesazh i drejtpërdrejtë ndaj situatave që ajo kishte përjetuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Fotografia u komentua gjerësisht, duke u interpretuar si një shenjë force, sfide dhe mosnështrimi ndaj presioneve që sipas saj e kishin detyruar të largohej. Në mbishkrimin shoqërues të fotos, Fjolla Morina shkroi disa fjalë të shkurtra, por me peshë të madhe emocionale. Ju dua ata që më mbështetën. Faleminderit. Ky mesazh u konsiderua si një falënderim i sinqert për fansat dhe ndjekësit që qëndruan pranë saj gjatë gjithë kësaj periudhe, duke i dhënë mbështetje morale në një moment të vështirë. Reagimi i saj shkaktoi menjëherë një valë të rekomentesh në rrjetet sociale. Shumë prej ndjekësve shprehen solidaritet dhe mbështetje të hapur për këngëtaren, duke e përgëzuar për guximin dhe sinqeritetin e saj, ndërsa të tjerë u ndalën te forma e zgjedhur për të reaguar, duke e cilësuar si provokuese, por njëkohësisht simbolike dhe domethënëse. Largimi i Fjolla Morinës nga Big Brother VIP Kosova 4 vazhdon të mbetet një nga ngjarjet më të diskutuara të këtij edicioni, duke hapur debate mbi presionin psikologjik brenda formateve të tilla, marrëdhëniet mes banorëve dhe ndikimin që këto eksperienca kanë tek personazhet publike. Reagimi i saj i parë publik ka rikthyer sërish vëmendjen mbi arsyet dhe pasojat e këtij vendimi, duke mbajtur emrin e saj në qendër të vëmendjes së mediave dhe publikut. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.